Faleminderit, nderuar deputet, nderuar përfaqësues të pushtetit lokal, nderuar pjesëmarrës, mirë se u gjejmë. Kënaqësi që zhvillojmë te dëgjesë të dytë pas Lezhës, cilën po e përmend jo qëllimisht, po do e sqaroj më pas në parashtrimin tim. Kjo dëgjesë, t'jeni të bindur, nuk është thjesht për të kryer një formalitet të komisionit ton posaçëm për reformën territoriale. Dhe sigurisht që është një dëgjesë shumë e rëndësishme, jo për thënë që erdhëm për t'ju dëgjuar, sa me thënë që ju dëgjuam. Jo. Shumë e rëndësishme që ne të marrim mendimin dhe konkluzionet që dalin nga kjo dëgjesë. Dhe pse realizohet? Sepse pak a shumë unë e nisa, kemi gjëra shumë të rëndësishme. Nuk jemi këtu për të bërë lavde administrative, por për të thënë ca të vërteta të realitetit politik dhe social. Çfarë ka ndodhur në Shqipëri përgjatë kësaj kohe? Kjo dëgjesë duhet sepse territori nuk mund të lexohet nga parlamenti, të lexohet territori nga Tirana, jo, duhet vish këtu në Gjirokastër, në Lezhë, kudo në Shqipëri, ndoshta edhe në formë dhe në mënyrë më të imët, për ta parë territorin tek rrugët e zbrazura, tek shkollat e braktisura, ke mungesa e shërbimeve, ke gjithçka që sot qytetari e kërkon dhe që nuk e ka. Reforma territoriale duhet kjo dëgjesë, sepse nuk është pronë as e qeverisë, e cila të marrë vendime në zyra dhe mbyllura, të vi këtu të na imponoj neve, të gatshme dhe të na thojë që gjithçka është okay. Nuk është as pronë e partive politike, që janë pjesë e këtij komisioni. Jo, është pjesë dhe pronë e vetë qytetarëve. Tek e fundit është vetë arkitektura e shtetit, mënyra si shpërndahet pushteti në territor, mënyra si përfaqësohet qytetari, mënyra si shërbehet qytetari, mënyra si shpenzohen fondet publike dhe si ushtrohet demokracia vendore në këtë territor nëpërmjet kësaj reforme. Dhe patjetër që kjo dëgjesë duhet, sepse unë jam dakord me atë që këtu u parashtrua, që harta nuk është qëllim vetvete. Jo, nuk është qëllim vetvete, jam dakord, por ama është mjeti kryesor për të arritur qëllimet. Dhe nëse ne flasim për qëllimet pa ditur mjetin për të arritur qëllimet, që është mjeti kryesor, atëherë ne jemi shkëputur nga territori, jemi shkëputur në mënyrë automatike dhe nga njerëzit. Dhe unë mendoj që s'duhet kemi asnjë tabu këtu të flasim në mënyrë teorike, pa ditur çfarë bëhet në territor, çfarë ndodh me territorin dhe si ngjizet njeriu, individi që kur lind edhe që vazhdon jetën dhe karrierën e tij me territorin. Dhe unë gjykoj që duhet të jetë pjesë e debatit ton dhe pjesë e opinioneve tuaja. Dhe pse kemi ardhur deri këtu në këtë dëgjesë? Ka opinione të ndryshme. Dikush thotë që reforma e 2014-15 ishte e suksesshme. Por mungojnë ca gjëra teknike, teorike, kompetenca, ca funksione, gjë që është shumë e varfër në fakt në parashtrim, sepse ka shumë element. Sot ne jemi përballë një realiteti pasojë e kësaj reforme, të një kontrasti shumë të madh midis bashkive në Shqipëri, ka bashki që kanë evoluar, kanë ecur përpara për shkak të favoreve që kanë pasur, dhe bashki që sot janë në kolaps dhe financiar. Sot ne kemi diferencë shumë të madhe, kontrastive, të jetës ekonomike, sociale, brenda vetë bashkisë. Dhe ju e dini kush janë pasojat sot. Pasoja kryesore është popullimi, që ndjehet edhe këtu nga dhënat që na kanë referuar ekspertët këtu në Gjirokastër. Dhe patjetër që dhe vetë bashkitë, unë kam drejtuesit e bashkive, sot në dëshirën e tyre për të ushtruar pushtetin që i kanë dhënë njerëzit, janë duar lidhur, sepse pranohet nga të gjithë që nuk kanë kompetenca, që ja atashon ligji, nuk kanë funksionet, nuk kanë autonomi financiare, nuk kanë decentralizim, nuk kanë demokraci, nuk kanë përfaqësim, nuk kanë shërbime të plota për gjithë territorin. Është defekt vetëm i tyre? Jo.
pa hequr ato rastet e abuzimit, raste e abuzimit ka plot, SPAK-u ka ndosjet e tij 40 kryetar dhe ish kryetar bashkie, po flas për ato kryetar që ushtrojnë me ndershmëri punën e tyre dhe vërtet janë gjithnjë në shqetësimin se çfarë shërbimi do ofrojnë për qytetarët e territorit tyre. Pra kjo është ajo pasoja. Pasojë te vetë pushteti lokal, tek ai që drejton, por dhe tek ai që afektohet nga ushtrimi i pushtetit lokal tek qytetari. Dhe ky komision bashkë me dëgjesat kërkon të gjejë një zgjidhje. Dhe cila është zgjidhja? Jo thjesht të themi disa gjëra pro apo disa gjëra kundër, jo thjesht të bëjmë disa debate kritikuese apo lavdëruese, po të hedhim dhe pjesën e zgjidhjeve. Kur e thashëm fillim që bëra një krahasim midis Lezhës dhe Gjirokastrës, thash që s'do e bojkot, po e rimarr. Për mua, në formatin si është ndërtuar qarku i Gjirokastrës, është modeli me cilin duhet formatojmë ndërtimin e bashkive në gjithë Shqipërinë, sipas parametrave evropian, gjithmonë. Popullsi e vogël dhe shumë bashki. Dhe mesatarja e popullsisë këtu i përafrohet mesatarës së Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian e ka 6.000, qarku i Gjirokastrës e ka 7.000. Dhe është një ndarje në pamjen e parë ideale, nëse do ishin kompetencat, autonomia financiare, shërbimi, përfaqësimi, që këto nuk janë, mungojnë, atëherë dhe gjërat këtu do ishin akoma